Urojmë ta gjejmë forcën e pajtimit dhe bashkëpunimit, faljes dhe mirëkuptimit për të mirën e vendit tonë. Unë kam hulumtu gjatë, edhe më mundu me gjetë një personit që do të përfaqësonte sa më mirë edhe vlerat UÇK-s, edhe vlerat njerëzore, humane. Unë besoj që Saranda Bugujeci është njeriu që lumë që do t'i plotëson ato kërkesat që populli jonë i don. Një figurë që ka përjetu këtë masakër. Edhe në skenën ndërkombëtare do të jetë shumë e pranueshme, prandaj i bëj thirrje gjithë përfaqësuesve të Parlamentit të Kosovës dhe gjithë popullit shqiptar të përgjigjen ftesës që të bëjmë diçka që Saranda të jetë të zhbllokohet ngërçi politik, të ndahen njerëz nga bllokadat mendore, nga inati, nga xhelozia, nga ego personale, që t'i dalim zot këtij vendit. Një fjala zotni do thotë është shërbëtori i Zotit, shërbëtori i popullit. Prandaj uroj që këta t'i shërbejnë popullit, edhe popullin nëse e jap votën duhet me kërku llogaridhënie. Urojmë që të bëhet ligj rregull që deputetët e Kosovës dhe gjithë deputetët kudo në botë një javë dhon llogaridhënie ato kur kanë marrë votën për mu kthy mirësia në vendin tonë. Është një projekt gjigant, urojmë që Kosova të bëhet vendi i energjisë pozitive, i mirësisë, po për këtë na nevojitet zëri i arsyes pozitive për çdo njeriu që të mësohen me veten me punu, veten me menaxhu, veten me kontrollu që të keqen me mirësi me ndryshu. Unë jam Fatmir Muçolli, jam aktivist që nga 89-ta, nuk ka demonstrat që s'ku marrë pjesë dhe në 89 mu ka duhet me lëshu vendin, janë rrethonat për shkaj që është tek, nuk du me akuzu kërkonin, as me shah, as me përshtru, është koha e zgjimit, vetësimit, ndërgjegjësimit. Nuk ka me lujt me vullnetin, me besimin e popullit. Unë uroj që të reflektojmë pozitiv se cili për veti, se pa unë se cili për veti me ndryshimi nuk vjen. Për propozimin e qeverisë së unitetit. Cili kish me qenë... Kush e ka propozu? LDK-ja. Lubera Abdigjiku ka paralajmëruar që këtë javë ka me i prezentua edhe pikat konkrete. E pse duhet unë tash mu... Për shkak që dhe ju jeni të projektimit... Do më thonë hala nuk e ka propozu, për na duhet me prit kur të propozon unë me komentu sa ta, po. Kush kish me qenë jam unifikus që ju këshit pranu me qenë... Shka me emna. Shka me emna, kjo vazhdon. A do të ishte politik? Po. Unë propozoj zonjën Saranda Bugujeci që është personi që lumë, kohën e që lume. Unë jam Fatmir Muçolli, uroj që juve edhe këtyne ta gjeni vullnetin e mirë të pajtoni dhe të bashkëpunoni, ta gjeni forcen e faljes dhe mirëkuptimit. Kjo është një thirrje sa njerëzore dhe humane. Advokati ka pas me ardhë, ende s'ka ardhë. Po unë çdo iniciativë që është e mirë për vendin tem dhe për popullin tem unë e përkrahi. Është koha unitetit, pajtimit, vetësimit, ndërgjegjësimit. Unë uroj që edhe ju ta përcjellni këtë mesazh në parlament, edhe të gjinit një gjuhë që të ndam nga ngërçi politik edhe nga egot personale. Nuk e kem fjallën hala në parlamentin e Kosovës. Pa marrë parasysh zoni ju dhe gjuhë, zoni neve na vjen zoni çdo shtetar. A ke përcjell ti zotim? Po ju kum përcjell. Uroj që e mira të përcjell. Kaloni mirë, pak mirë.